5 shtetas të Maqedonisë së Veriut janë privuar nga liria në 24 orët e fundit. Arsyeja për arrestimin e tyre, siç njoftojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme, lidhet me drejtim të pakujdesshëm të automjetit. 2 prej të arrestuarve, njëri nga Kumanova dhe njëri nga Dibra, kanë drejtuar automjetet pa patent shoferi. Një shofer në autostradën Miqësia ka drejtuar automjetin me shpejtësi më të madhe nga e lejuara, ndërkaq 2 të tjerë, njëri nga Kërshova dhe njëri nga Çashka, kanë drejtuar automjetet e tyre edhe pse kishin ndalesë aktive për drejtim. Bëjmë apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit, të mos drejtojnë automjet pa dhënë provimin për patent shoferi, ose nëse u është shqiptuar masa e ndalimit për drejtim ose janë në ndikimin e alkoolit, në mënyrë që të kontribuojmë së bashku për një komunikacion më të sigurt. Gjithashtu nga Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar për arrestimin e një gruaje nga fshati Bojan për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Zyrtar policor nga SPB Tetov e kanë privuar nga liria G.Sh.42 nga fshati Bojan i Shkupit për shkak të prishjes së rendit dhe qetësisë publike si dhe dëmtimit të pronës së huaj. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj personit do të parashtrohet kallëzim përkatës.